Përshëndetje. Sot vendosa të bëj këtë video për të lexuar një shkrim të vitit 1936, një libër të dhuruar nga miku im, zoti Leonard Citeza, ku në dedikimin e këtij dhurimi ai shkruan çfarë ligjësohet në vitin 1936 është krejt aktuale për 2016 dhe libri është dhuruar në 2019 dhe unë e kam lexuar mbi 4-5 herë këtë libër, por rastësisht duke kërkuar disa gjëra që më duheshin, e hapa dhe fillova të lexoj në vendet veçanta. Dëgjojeni, ju lutem me vëmendje dhe përpiqeni të kërkoni të gjeni kush mund ta ketë shkruar një artikull ose një referat për një konferencë që bëhej diku në një qytet të Shqipërisë, ku të ftuar ishin edhe këto personalitete nga Shkodra. Unë nuk do të përmend emrin gjithsesi deri në fund. Një jetë e re ka vënë përpara shqiptarin. Ai do të modernizohet. Kësaj rrymë dhe këtij ndryshimi nuk mund të ikë. Por edhe sikur të mundte, nuk do të ikte. Puna tani është kështu. Në çfarë mënyrë shqiptari po e bën këtë metamorfozë. Kurse jeta mund të marrët në shumë mënyra. Një do që ta zërë për bishti dhe një për kokë. Andaj nga të marrëdhjeta shqiptare, andaj fatalisht, do të rrihet armënia dhe fati jetës për ne. Jemi në një krizë shpirtërore. Çasti decisiv nuk është i largët. Vendimi i vlerave shpirtërore do të jetë humja apo shpëtimi. Indiferentizmi dhe dyshimi në punë të domosdoshme janë dobësi për veten. Shkatojmë katastrofal për jetën e përbashkët. Përveç skeptikëve dhe apatikëve, ka dhe shqiptarë të cilët, duke i lënë në një anë vlerat shpirtërore dhe ideale, po përpiqen pa mas që t'i modernizojnë dukjen, dhe më thënë shfaqjen, dhe jo qenjen, gojen dhe fjalët, por jo mendimin, barkun e jo shpirtin, rrobat e paraqitjen dhe jo veprat e ndërgjegjen. Me këta mos pasha fjalë as punë, o Zot, mos e nxirr kujt në histori, në hise, o Zot, prapsoj Shqipërisë, këtë gjë. Por ka dhe shumë të cilët një mend duan ta sjellin mbar botën shqiptare. Duan të vendosin idealet, dhe kështu, duke naltësuar dhe siguruar vlerat shpirtërore, duan të përtërinë tërë jetën shqiptare, bashkë me kërkesat ideale, duan të shtojnë dhe të përmirësojnë edhe të mirët materiale. Zoti u adhash të mbarën, i rroshin Shqipërisë për të gjatë motë. Me këtë të fundit duhet të shkëmbej një 2 fjalë, jo që të imponoj mendimin dhe ideologjinë time, por si njerëz fisnik, me kulturë të lartë shpirtërore, të zhveshur siç janë, nga çdo pasion dhe paragjikim. I ftoj që ta futin në punë të rëndësinë e vet dhe me akullin e mendjes dhe me të drejtën e shpirtit, duke vënë për themel objektivitetin e për qëllim shërbimin e së vërtetës, të shqyrtojnë dhe të peshojnë parimet ideologjike e arsyet në të cilat mbështeten të thënat e mia. Për rreth ideologjisë tonë shqiptare, në një po do edhe të spekuloj. Profetët dhe shkrimtarët përshtohen për ditë. Betimet superficiale po bijnë si beshëri në publikun shqiptar, po shumëzohen gënjeshtrat, shpifjet, mërit dhe mosmarrveshjet. Me anë të këtyre mjeteve, luftimet e lanë sferën ideale, zbritën fare poshtë, siç kemi nisur, do të përfundoj që të ketë arsye kush të sëres e të buqas më shumë.
Kemi nevojë të madhe për seriozitet në çdo gjë, por sidomos në zhvillimin dhe vendimin definitiv të problemeve të jetës. Me sistemin ku do rafsha, mos të vrapsha, nuk shkohet me jeta. Divorci i bërë në mes vlerave shpirtërore dhe nevojave materiale, në mes të jetës dhe të ideologjisë së shqiptarizmës, në mes natyrës dhe të mbi natyrës, është molla e përçarjeve dhe e dizekuilibrit të jetës moderne. Vazhdoj. Zotëri të ndershëm, po kaloj në referatin e konferencës. Jeta zotërin, ashtu si që shfaqet dhe si provojmë dita me ditën, nuk është vetëm një problem, ajo është edhe një kontrast i çuditshëm. Idealizmi në shkallën më të lartë dhe materializmi në shkallën më të ulët. Janë dy rrymat e kundërta të jetës, që ma pushtojnë krejt mendimin tim, sa më shumë çmohen e lartësohen vlerat shpirtërore, aq më fuqi sundojnë ëndjet dhe interesat materiale. Idealizmi gjen në kulm dhe kriza më të katër anët gjen në fund të jetës. Kjo është sinteza për jullës tonë. Materialisht në mbuloj varfëria, shpirtërisht në azuri demoralizimi, ose që ta themi shqip me fjalët e popullit, hypi horolleku. Po jeta nuk shkohet kështu. Njerëzimi po kërkon një fuqi më të thellë se filozofia, më të hapur se kultura, më të mjaftueshme se ania dhe interesi, më të themeluar se vetë komësia. Po zotëri, dhe filozofia do të mbështetet gjikundi, edhe kultura sa do e përparuar ka nevojë për një normë më të lartë se vetëm. Edhe anjet, pra qefet, e interesat do të kenë një pse të fundshëm. Vetë ideali kombëtar nuk i mjafton vetes, por do të nisë e do të burrojë për një koncepcioni botnor më të gjerë dhe më të lartë se vetë atë do. Dhe filli që nga nishin e boshtit rreth tizit endet jeta dhe njerëzimi, kohët e fati janë parimet e skajshme, arsyet e fundme e vërteta e palyshme. Jemi idealistë, por a e dim me të vërtet se çka kërkojmë? Jemi intelektual, por ku do të përfundojmë më në fund? Duam të jemi të mbahemi njerëz të lartë, po më në fund nuk duam të dim as ne vetë se çfarë jemi. Kjo është gjendja mendore e njeriut, modern. Dhe këtu gërmis njerëzimi. Pse skepticizmi vuri dorë në jetën mendore, egoizmi në jetën morale, dhe si rrjedhoj e natyrshme, varfëria dhe paklastia në jetën financiare dhe ekonomike. Kriza mendore në për skepticizëm, kriza moral shoqërore në për egoizëm dhe kriza e rrojtjes e gjallërimit në për atë dhe në për këtë janë plagët që po e dëgjin dhe po e prishin jetën moderne. Kriza u përhap në tërë botën. Koha jonë në histori do të cilësohet si perioda e krizave. Kështu pra, e vërteta na mundon, megjithëse se fjala ditës në botë është e vërteta të ngadhënjej. Me parimin e relativizmit, pastaj mori rëndësi të pa ideali i kohës, i qasit, i rastit dhe i rrethanave. Ajsa ngjarja, fakti, dobia, shfrytëzimi, quhet dhe mbahet si vetë në realitet. Kemi lënë gurën, burimin dhe duam të mbledhim pikat. Mohojmë të vërtetën, ndërparime dhe përpiqemi ta kërkojmë ndërdukje të veçanta. Kështu, duke u tronditur parimet e jetës, u trondit edhe jeta, nga mungesa e parimeve të qëndrueshme,
jeta moderne u bë një anije pa timon dhe pa kapiten në mes të datëve. Çudi, as kafshë nuk e mbajmë në shtëpi pa e ditur se çfarë është. Përgjigje mbahet e çdo të bëj. S'ka fenomen të cilit ne ja kërkojmë shkaqet, ligjet e rrjedhimet. Përkundazi, njeriu për vete nuk dëshon të di as se nga vjen, as se ç'është, as se ç'do të bëj dhe ku do të dalë. Kërkimi i shkakut të parë të botës, hetimi se njeriu e bën njeri shpirti, që është i pavdekshëm, të folërit ose veprimi për çështjet e mbrëmje, për jetën e ardhshme, të gjitha këto kërkesa sot quhen antimoderne, antishkencore. E pra, fizikani niset nga parimi, ka fuqi për trupa, kimiku niset nga parimi, ka atom afërsi kimike, matematicieni niset nga parimi, ka sasi, ka njësi, ka numër, zoologu niset nga parimi, ka jetë në organizime, mekaniku niset nga parimi, ka ligj graviteti dhe atrakcioni, historiani niset nga parimi, e shkruara me të vërtet nuk është, por që me të vërtet. Por është diçka që ka qenë e vërtet. Vetëm në besimin dhe në moralin ne duhet të mbështetemi, të varemi aty. Nuk pranojmë parimet të vërteta të paluajshme, dhe ja se të ngohen dhe të nohen idealet njerëzore. Njeriu modern e kuptoi këtë mënyrë. Provoi ta vendos veten në jetë të nisë për një parim të paluajshëm. U mejtua dhe tha, materia që gjithmonë dhe është çdo gjë. Njeriu s'është gjë tjetër përveç një grumull fuqish lëndore në rrjedhje fatale të fuqive kimike, fizike e fiziologjike, që posabdes njeriu bëhen pa qena dhe me të bashkë edhe njeriu. Vim nga kaosi, do të mbarojmë në kaos. Që e asgjë do kthehemi në asgjë. Mund të jetë kështu puna? Tërdia dhe kultura njerëzore do të përfundojnë në një zero në asgjë? Dëgjoni zotëri, unë me gjithë ju, në themel të këtij parimi, jemi kafsh, le të themi, po të duam të shtrylluara, të përmirësuara, por gjithmonë kafsh dhe jo si kafsh e tjera, por kafsh të mirë dhe të mjera akoma se çdo lloj tjetër. Se kurrë në kurrës nuk do të arrijmë ato gjëra për të cilat rrojmë. Të e vërteta dhe të mirësia, duam të dimë dhe të gënjehemi se dim gjë, kurse të mbarojmë në asgjë. Dia jonë nuk ka si përfundon në diçka, kur asit tona nuk mund të kapërtojnë rrethin lëndor. Është punë e kohët se idealet dhe vlerat shpirtërore s'kemi se ku t'i vendosim. Duam të dashurojmë, por s'mund të duam. As se s'kemi, as se çfarë duam që të ngopemi me dashuri. Idealet njerëzore janë për ne vetëm një tym. Na nditin, por nuk na mbushin. Na martirizojnë, por nuk na bëjnë të lumtur. Nga shkaku se mendjes i munget drita e mjaftueshme dhe sigurimi i nevojshëm në parime ideale, edhe thema njeriu pse ndryshime duke u dobësuar pa mas. Idetë e larta, njëjat bujare, veprat me të vërtet fisnike, nuk e prekin më shpirtin e njeriu si më përpara. Vërehen, studiohen, por vetëm si gjëra të vjetruara, të cilave u ka shkuar koha, tamam sikur të mos vlerin, që mos kenë vlerë, ato më për ne, as ne për ato. Korrupsioni e prishi dashurinë. Aq sa të vete mendja se nderi dhe dashuria nuk mund të bashkohen me njëri tjetrin. Dua të bëj ta prekni me dorë sa e vërtet është kjo punë. Ka gjë më të shenjtë se familja, me fisnike se karakteri moral, më të përzemërt se atë dheu. Njeriu modern, nga njëra anë, si mekanizuar në ndjenja, nga ana tjetër i mbirë në mendje dhe në ideale njerëzore, nuk po i ndjen sa duhet rreziqet e familjes, që dita me ditën po shtohen, as dobësitë morale që tani janë bërë në modë dhe në jetën publike, as sulmet që egoizmi po drejton lidhjet e bashkimit në dëmin atë dhët. Dhe në fjalën atë dhe e mbyllim këtu të leksion kaq interesant. Po, kush ishte ky person? Unë prej kohësh që kur kam filluar të studioj
çështje sociale, atë pak histori që më ka tërhequr, dhe që do mos lidhje me realitetin ku kemi jetuar dhe vazhdojmë të jetojmë, ndryshimet e sistemeve, ndryshimet e mënyrës jetesës, e mënyrës mendimit, e mënyrës e perceptimit, më kanë bërë që të lexoj shumë libra të gjithë farësh. Duke filluar nga ato të materializmit dialektik, nga ato me karakter filozofik, metafizik, dhe duke marruar madje edhe me librat e bestimeve fetare. Gjithçka është filozofi, por ajo që më ka çuditur, më së shumti, duke njohur pak a shumë se kush janë besimet, dhe historinë e jashtëzakonshme të besimit e të feve në Shqipëri, gjithmonë më ndodh përballë një mendimi si ka mundësi që njerëz që kanë studiuar, kanë jetuar, kanë kultivuar, kanë përquar tek njeriu besimin në Zot, besimin në fe, pa njerëz jo thjesht vetëm mësues, apo se thuash përques, lektor të kësaj etike që duan të përmirësojnë sjelljen e njeriu, mënyrën e jetesës, mendimet, të gjitha këto janë më të vërtet të çuditshme se si mund vinë nga një brez që unë do ta quaj brezi i artit priftrive shkolan. Këto priftrive katolik nga veriu. Po unë po fus me termin Shkoda, me qenë se Shkoda është kryeqendra e besimit katolik, ndoshta edhe në Ballkan. Dhe i bëj pyetje tjetër, po çfarë janë to? Priftërin, shkencëtar, profesor, filozof, apo thjesht njerëz të fesë, që ka mundësi që në përdurët e tyre të kalojnë këtë dije, kaq të thella në pothuajse në të gjitha fushat e lumit e shkencave, shoqërore, politike, të shkencave të mërpilta, matematik, fizik, në kimi, kudo tjetër. Çfarë i ka shtyr, domethënë, që të punojnë kaq shumë. Janë të pafundme veprat e tyre. Dhe do zoti ishte fati i madh për gjeneratën tonë që kaluam në sistemin demokratik dhe morëm vesh. Po çfarë morëm vesh? Morëm vesh që 35 prej tyre u përshkatuan. Me dhjetra, me familje, me gjitha ato u degdisën, u burgosën, u torturuan. Dhe asnjëri nuk cedoi. Si ka mundësi? Këtë fjalim që unë përzgjodha pjesë, e ka shkruar pikërisht një prift. Nuk e di si ka qenë fundi i tij, duke të i përshkatuar apo jo, është Padre Anton Harapi. Unë kam lexuar disa libra të tij, romane, sidomos romanin Val, është një roman absolutisht modernist. Dhe si ka mundësi që të mos futet në historinë e tërësisë shqipe dhe në analet e saj, ndoshta si romani i parë modern shqiptar, ose të paktën të japin ato merita që i duhen dhënë. Këtë që unë sapo lexova, ju duhet ta gjeni, ta lexoni, ta studioni, edhe të merrni vesh se kush është ky njeri. Por sigurisht nuk është vetëm ky. Në libraritë e Shkodrës, te rruga Pedonale, është një dyqan aty që i ka gjithë këto libra dhe aty mund të manireni, mund gjeni gjithçka dhe të merret vesh se kush është Shkodra. Si
ka mundësi, dhe më thënë që ato, për para, dhe më thënë ka fjalë para shërimit, të kenë drejtuar atë jetën sociale kulturore. Kanë qenë mbi disa teatro, paktën 8 kemi numëruar një ditë me Nardin, me sallat maja, me salla leksionesh, laike dhe jo laike, me aktivitete sociale, me banda qytetit, me muzikë, me kompozitor, me dramaturg, me shkrimtar. Dhe kjo periudhë kulturore e thekur e Shkodrës nuk ka dhënë vend dhe pothuajse tani ma me kalimin e gjeneratës tonë askush nuk do ta njoh ma dhe do ta ndoshta mund ta mbuloj pluri, por ky do të ishte një krim i madh. Si që dëgjuat, ky leksion, ky referat që u mbajt në Korçë, dhe që shkuan edhe mjaft intelektual nga Shkodra për të dhënë mendimet e tyre filozofike, shkencore, politike, besimit, e të gjitha karaktereve të tjera, do ta kishte zili edhe ai që sot ose nesër do të marronte filozofi ku të mund ty në universitetet më të mira të botës, në Harvard, për shembull, Cambridge, në Sorbonne, në Gjenevë. Edhe kështu që duhet të përpiqemi të njohim më shumë një veten tonë, duke ju ruar punë të mbar dhe duke ju bërë thirrje që shkodran, shqiptar, besoni në kulturën që ta shikojmë, besoni në veten tuaj, besoni se gjenata e re që ka nisur të gjallërohet do ta përmirësoj thellësisht duke u njohur me këto vepra të mrekullueshme, me këtë punë plot pasas e pasion, me këtë dashuri për atë dorë, dhe kam shumë besim se do shkoj përpara. Për krahun e rinin, sa më shumë, që të jetë e mundur, që të hapet rruga, sepse konceptet e tyre janë e ardhmja. Nuk jemi ne. Mirupafshim gjithat mirët.